nuk mund më kanë problemi vetëm nga një anë, nga një palë. Për shembull flet dikush edhe tash nëse këto tema po shtjellon vende të ndryshme, në mezhise të ndryshme, edhe e gjejmë se të moshuarit fajin e hedhin tek rinia. Po trish me trit, fajin e hedhin tek të moshuarit. Ose e kundërta ndodh tek politika te rinia. Jo. Do thonë padyshim se secila palë e ka anën e përgjegjësisë. Kështu që mund të ndajmë se këtu Ka hisën e fajit. Padyshim. Në pjesë shoqërisë e gjemi ka probleme në vet, domethënë në identitetin e tyre. Është një farë krize sot e identitetit kulturor tek trit, ku ka deformime të identitetit kombëtar gjuhës së tyre, do thonë tash po vërret me të madhe që po degradohet, pastaj po hin jargone të ndryshme, gjuha vetëm se ka nis mu ndryshu. Me kalimin e kohës nuk do të flitet as kjo gjuhë e sodit, çka jemi duke biseduar në sot. Kështu që kishme mujt me nda kështu në këto problemet e një triut sot. E para është kriza probleme identitare, identitetit kulturor të tij. Aty hin edhe feja. Po, sigurisht. Do të padyshim se feja, gjuha, pastaj zakonet, ndikimet nga rrethi dhe nga jashtë që janë pjesë e ndikimeve në identitetin e tij. Pastaj janë problemet që shfaqen probleme shpirtërore, probleme emocionale, probleme të ndryshme, duke nisë nga shqetësimet, nga depresionet, nga ankthet, nga streset e ndryshme, ideologjitë e ndryshme, që janë bajgi shumë të rënda sot, ku ndikojnë trit, dhe ato pas e bën shqetësimet brendshme shpirtërore të tyre, pastaj kemi ndikimet apo problemet të tyre familjare. Do thonë, jo një i ri i ka krejt këto probleme, Allah mos e baft. Mi po flasëm se në përgjithësi, nëse analizohet, e shohim se një i ri mund të ketë 1-2 prej këtyre problemeve. Për shembull mund të ketë problemin e krizës kulturore, por dikush nuk e ka, ama e ka problemin shpirtëror. Dikush nuk e ka shpirtëror, por e ka problemin familjar, ku është një çrregullim brenda familjes. Sidomos nëse në atë familje ka ndarje, nëse në atë familje ka probleme të mëdha, mungon komunikimi, mund të ketë për shembull edhe probleme të ndryshme ku ka idhnime, ku ka acarime, ku ka jo rastisht ato ndikojnë pastaj detyrimisht tek edhe vet i riu. Pastaj janë problemet e sferës së sistemit dhe politikës. Nuk mund të anashkalojmë edhe ato përgjegjësitë që kanë, domethënë është rregulli jetës, është sistemi, është politika që e menaxhon këto, edhe problemet ekonomike. Që edhe problemet ekonomike nga një anë, edhe pse si problem i jashtëm, po kanë ato shpesh shndrohen në probleme të brendshme shpirtërore. Një ankth që çdo i ri kur ta arrin këtë moshën e rinis, tash e ka para vete një vizion, e ka një aspirat, e ka një dëshirë ku do të arrije, dhe duke analizuar rrethin dhe mundësitë, do thonë se që vendbanimi është problem për të, martesa është problem për të, plotësimi i dëshirave dhe qefeve është problem për të, edhe këto pastaj po bën një grumbull i madh i problemeve që depërton tek rinia.